Klima e këtij viti për ullirin nuk ka qenë e përshtatshme dhe kjo reflektohet duke parë gjendjen e prodhimit në terren. Ngarkesa është më e vogël se viti i kaluar. Mund të themi që është gati 50% më e ulur. Dhe kjo në radhë parë si faktor ndikon koha, temperaturat e larta, por gjithsesi edhe prodhimi periodik që ka ulliri që e ka fiziologjike. Edhe po ta krahasojmë me vitin e kaluar, ngarkesa ka qenë e plotë. Kështu që diferencimi si ka qenë më i vogël, normalisht, edhe prodhimi është më i vogël si vetë. Rritimisht edhe vaji do të jetë më pak, po cilësia e tij? Është e kuptueshme që do kemi sasi vaj më pak, si cilësi nuk ka lidhje me këtë nëse do jetë më mirë apo sepse ka të bëjë me faktorë tjerë, por si sasi prodhimi i vajit do të jetë më i ulët, sepse siç thamë rendimenti i si vjet do të jetë më i ulët. Mendohet të paktën nga verifikimet që kemi bërë në terren, rreth 50% e prodhimit vjeç. Sëmundshmëritë si kanë qenë këtë vit, duke pas parasysh që temperaturat kanë qenë të larta? Tash çdo e keqe ka jetë mirë. Temperaturat e larta kanë ndikuar që infeksioni nga mirza e ullirit si vjet jetë në shkallë të ulët. Tash me freskimin e kohës nga fundi i gushtit, shtatorë që kanë filluar shirat e para, mund të fillojnë infeksionet e para nga mirza e ullirit. Por gjithsesi jemi në fazat e para sapo kanë filluar të japin shenja dhe kaq pak sa ka infeksion deri tani është i kontrollueshëm. Nuk besoj se do ketë probleme që të ndikojnë cilësinë e vajit, por janë këshilluar fermerët që ta monitorojnë dhe ta ndjekin për të ndërhyrë. Çfarë këshillash duhet kemi parasysh për këtë sezon? Për sezonin e vjelëve kam parasysh tani. Duhet të fillojnë të bëjnë gati ullishtet për vjelë, të pastrojnë nga mbeturinat ose nga ferat ose nga barishtet, të vjelën sipas kultivareve, duke ndjekur pjekjen teknike siç e themi, asnjëherë të mos ndërhyrë kur ullirit të së shpjekur 30-40% të frutave që e thonë. Zakonisht që quhet faza e larosjes. Kjo është faza më e mirë teknike për vjelë, sepse para kohësh me vjelë krahasuar? Jo, s'ka filluar vjelë akoma. Përjashton e ulli kokormat që mund ta kenë putur fermerët për kripje, kurse për vaj besoj nga fundi tetorit është faza optimale, por duke parë gjendjen konkrete. Siç thash në përqindje kur pjekja e frutave arrin 30 deri në 40% të sasisë së frutave. Kjo është faza më e mirë e vjelës. Në përgjithësi po, sepse ka interes nga vetë fermerët të respektojnë, sepse ka lidhje me cilësinë. Edhe këtë e kanë ndeshur në treg ata. Në përgjithësi po. Klima e këtij viti në ullishtet? Realiteti është se klima e këtij viti nuk është shumë favorizuese për ullirin në tërësi. Të gjitha varietetet kanë të njëjtën pasojë nga thatësira që ka qenë këtë vit dhe prodhimi është i dobët, nuk mund të krahasohet me vitin e kaluar. Si vjet aty vete tek 35-40% sasia e vitit kaluar, me një fjalë është një rendiment jo i mirë. Besoj se ky rendiment i dobët do ta kompensojë fermerin në vajin e ullirit, sepse kur ulliri nuk prodhon shumë, ka pak vaj më tepër. Domethënë prodhon më shumë vaj. Por kjo nuk është ajo pjesë që ne kërkojmë. Ne duam rendimentin dhe rendimenti i ullirit kthehet në vajin, sasinë e duhur apo si tjetë dhe varieteti i ullirit. Pra, ky është pak a shumë, kjo është situata e këtij viti. Nëse një klimë e tillë ngrohtë vazhdon edhe në vjesht, çfarë do të thotë për ullirin? Jo, klima nëse do vazhdojë me këto thatësire, pavarësisht se këto ditë e fundit edhe kanë disa shira, por nuk kanë plotësuar nevojat që ka bima e ullirit, sepse nëse do vazhdojë thatësira, ne do na penalizoj në përdorimin e plerave për vitin e ardhshëm. Se që do të thotë që nuk ka toka lagështinë e nevojshme për të përthithur elementet që i nevojiten. Kështu që ky do jetë më tepër problem. Ka rrezik për zhdukjen e ullishteve? Jo, nuk mund të themi këtë që ka rrezik për zhdukjen e ullishteve,
se nuk janë këto problemet që zhdukin ullishtet, janë tjera A mundet vetë prodhuesi të bëjnë diçka për të kompensuar këtë thatësirë? Për të kompensuar këtë thatësirë, tash përveç do vilet ulliri, sepse ne nuk kemi mundësi vaditje, por në vjelin e ullirit, unë mendoj që duhet ndërhyet dhe me krasitjen, për arsye që të ulim masën vegetative, pa të cënuar prodhimin e vitit ardhshëm. Kështu që mendoj që ka plot mundësi për të bërë këto ndërhyrje, por më e mira është përdorimi i plerave organike, kimike, domethënë që janë të favorshme për zhvillimin masën vegetative, e cila është e përgatitur dhe për lulëzimin e ullirit që do të jetë në... Ka kosto të lartë? Kosto ka, por kosto më e lartë ishte atëherë kur zhduket ulliri. Kështu që mendoj, këto janë ca nga eksperienca ime këtu me ullishtet, është kjo. Megjithatë, kjo më varet, është edhe shteti me specialistët e vetë duhet të ndërhyjë të japin ndihmën e duhur nëpër fermat e gjithë Shqipërisë që kultivojnë ullirin. Fotografuar,